Vlerat kulturore dhe tradicionale shqiptare nuk do të zhduken kurrë. E një dëshmi e kësaj është edhe materiali që do të ndiqni në vijim me familjen Kryeziu, që u lë si trashëgimi muzikën folklorike edhe fëmijëve të tyre. Në këtë odë, për herë ka mbizotruar ngrohtësia dhe mikpritja. E muzika folklorike që kultivon familja Kryeziu nga Mleqani është një pasuri tjetër që përcillet ndër breza. Dhe jure mirëseardhje që keni ardhur në fshatin tonë, dhe në fshatin Mleqan, tek konaku jonë tek vëllezërit Kryeziu Mleqani. Jemi 5 vëllezër, domethënë, unë jam më i madhi, i dyti është në Zvicër, i treti është Arbeni, i katëri është në Argjendi, e kemi në Gjermani, dhe të pesën Remzion e kemi në Gjermani. Ne të gjithë këndojmë, do merrem me këtë muzikë folklorike. Kem fillu të këndojmë që nga viti 85, dhe kem kënduar në gjitha trevat e Kosovës, edhe në Maqedoninë Perëndimore, po edhe në Shqipëri nganjëherë. Edhe unë muzikën folklorike e shoh si frymëzim, e kom trashëguar nga bati Dik, edhe Petriti që gjendet në Zvicër, edhe unë kom vazhdu me ta, si i vogël, edhe ata vllazërit që janë në Gjermani atje edhe në Zvicër mungojnë shumë. Një përshëndes nga zemra, edhe muzikën po mundohem që trashëgojmë edhe brezave të ri, kështu që e kanë marrë edhe si frymëzim edhe këta nga na, kështu që mirë jo ka hec, unë jam i kënaqur me rrugtimin tonë. Muzika folklorike na jep frymëzim, domethënë që ne ta marrim gjithmonë dhe ta përcjellim brez pas brezi, jo të breza të tjerë. Prandaj edhe sot këndojnë edhe tek ne edhe brezat e ri, domethënë që e kemi Florin këtu, e kemi edhe djalin tjetër që vazhdojnë me këndu, domethënë vazhdimisht janë përdamon edhe përcjellin muzikën tonë. E publiku na dëshiron, domethënë këtu na adhuron shumë, ne punojmë shumë për publikun dhe na pa ta nuk kemi asnjë në farforme, sepse na për ta punojmë. Kemi këngë të reja që kemi bërë, domethënë mas lutë shumë këngë të reja, siç ishte kjo kënga për Afrin Bonjakun, po kemi edhe këngë tjera, po edhe kemi këngë të vjetra që këndojnë domethënë zhanrit popullor folklorik, që kemi ndëgjuar nga të tjerët. Muzikën e kemi tradit, domethënë familjen tonë, kanë kënduar edhe baba jon, kanë kënduar edhe ka dojta nena, kemi vazhduar edhe na vllazit, po vazhdojnë ata të rit, kështu që jemi të kënaqur me këtë muzikë. Fëmijët tonë janë të trashëguar muzikën tonë, edhe shpesh ai ndëgjoj se unë jam komponues edhe i këngëve të muzikës tonë, bashkë me Arbenin, i kemi dikon 60 këngë tona, që kemi komponuar këngë të reja tona. Edhe shpesh në parabar ose dikun i ndëgjoj të kënu këngë dhe Marjani me Florin i kënu këngë të tona, dhe më pa ju thonë heq ata e kanë motivin nxitjen dhe i këndojnë këngë të tona. Këtë më është një shenjë që neve na jep shpresë që folklori do të vazhdoj, edhe brez pas brezi, jo vetëm të na, po besoj edhe gjithë popullin shqiptar, sepse është një traditë që na ka marrë, domethënë, e ka ruajtur kombin shqiptar, e ka ruajtur traditat shqiptare dhe i ka bërë më të përsëritshme dhe më të vlerat tona më të vlerësuar edhe në nivel ndërkombëtar, domethënë kështu që besoj që do të vazhdojnë me tutje. Po përveç djemve të na këndojnë edhe vajzat, më thonë se këndojnë edhe vajzat, kemi edhe vajzat e Arbenit, këndojnë edhe një vajzë jam jaknën, mirë po aty në pak ju vjen pak më ndryshe, mirë po këndojnë, domethënë i shoh që edhe aty përcjellin djem ka këndojnë edhe këndojnë bashkërisht me ta. Kështu që besoj që do të kultivohet kjo muzikë dhe të vazhdon edhe me te në familjen tonë. Se ka për shembull shumë vena kur kanë pas traditë muzikën, mirë po për arsye të caktuar rinj për shembull kalojnë tek muzika tjera ose e ndërprejnë për profesione të tjera të caktuar. Mirë po na po punojmë, domethënë Arbeni punon shumë me ta, edhe unë gjithashtu, po ata vëllezër të tjerë që më lën trashëgim me marr për arsye është një gjë e mirë, domethënë gjanat e mira do të merren të përvetësohen, pse ju. Këtë trashëgimi, vëllezërit Kryeziu po ua mësojnë edhe brezave të ri.
Flori Kryziu, i kam 11 vjetë. Unë Maja, unë i kam 7 vjetë. Unë du shumë muzikën folklorike, më pëlqen shumë kjo muzikë edhe e ku mësu pej gjagjave të mis, pej Gjagjit Dik, Gjagjit Ben, Gjagjit Tet, Bobit Tem edhe Gjagjit Lilim. Unë kam qef se të rritë më bo shumë si këta, se më pëlqen kjo muzikë shumë, edhe kur këta s'na thojnë për me ushtru, unë me djallën e mingjes tem dhe me qikat e mingjes, si binen, rritën, tinen, ushtrojna gati çdo ditë, dhe dojmë një ditë bëmë si Gjagjit Dik, Gjagjit Ben, Gjagjit Tet, Gjagjit Lem dhe Bobi Jem. Mu njerës këtë më një në shkollë, dhe thojnë bravo, shka që vogël me kënu ka që mirë, shokët më thojnë bravo, edhe unë kam qef mu mësu si ti me kënu. Familja Kryziu është dëshmia e asaj që vlerat tona kombëtare duhet të ruhen dhe të kultivohen.